Në Shkodër, besimtarët të shumë të udhëhequr nga arqipeshkvi Giovanni Peragjine kremtuan udhën e kryqit. Udha e kryqit simbolizon përvuajtjet e Jezu Krishtit përpara ngjalljes dhe kremtohet në prag të vigjiljes së Pashkës, ku besimtarët katolik u ngjitën nga fshati i Paqes drejt malit të Taraboshit. Arqipeshkvi i Shkodrës Giovanni Peragjine u shpreh se ky ritual në kohën e kreshmeve synon bashkimin mes besimtarëve. Në këtë udhëtim e përkujtojmë gjitha situatat të vështira që secili prej nesh, si qytete, si kombi, si shtete, mund të përmballojmë, duke besuar që vdekja nuk është fjala e fundit, bas vdekjes është ringjallja, bas vuajtjes është edhe gëzimi. Arqipeshkvi Peragjine dhe famullitari Don Blaž Palaj ndan mesazhe edhe për politikanët shqiptar. Ne lutim Zotin edhe në këtë moment, edhe për politikanët, për të mirën e shoqërisë. Është një moment në të cilin ne e lutim edhe për ata. Shoqëria sot, fatkeqësisht, duket se ka nevojë për njerëz të pushtetshëm, që të kryejnë punë për mikun e fortë. Sot më shumë se kur duket se vlen më shumë se çdo gjë të kesh se sa të jesh. Besimtarët shprehen se udha e kryqit është një shteg shprese dhe lutjeje për familjarët dhe të afërmit e tyre. Është një ditë e madhe, ditë e shenjtë, që duhet marrë shumë edhe më shumë njerëz sa është këtu. Vej për çdo vjet, inshallah kena me jetë ata fëmijë. Ka marrë ka shenjtë ish në nuë, më ka në fitojnë edhe, ka planuar më shko mas ti madhi Zot. I kam bërë të madhe Zot e kur besin vërë. Besoj se përgjigja gjitha sfidave është vetëm shpresa në Zotin. Në lutje, besimtarët katolik përkujtuan mundimet e Jezu Krishtit në 14 ndalesat e udhës të kryqit në malin e Taraboshit në Shkodër.